Shejtani dhe lumturia. Legjenda e vjetër thot se shejtani bëri një ftesë për demonët për të diktuar një mënyrë për të fshehur gjën më të çmuar që një njeri e kërkon. Një demon sugjeroi dhe tha: "T'ju vjedhim pasurinë." Shejtani tha: "Përkundrazi, ne e shtojmë atë derisa t'i shtohen problemet e tij dhe kështu t'i shtohet mjerimi." Një demon tjetër tha: "T'i vjedhim mendjen." Shejtani ju përgjigj: "E si do ta ndjej mjerimin e tij?" Një demon e vjetër dhe e shëmtuar u ngrit dhe tha: "O shejtan, armiku i çdo mirësie, lumturia është qëllimi përfundimtar i çdo njeriu. Prandaj, le t'ja vjedhim atij lumturinë." Shejtani, pasi u sigurua për vlefshmërinë e asaj që demonja i tha, u pajtua dhe ata i avodhën lumturinë njeriut. Është e vërtetë se lumturia është gjëja më e çmuar e njeriut. Pasi avodhën lumturinë, shejtanit dhe demonëve ju shfaq një problem tjetër, që ishte se ku ta fshihnin lumturinë që njeriu të mos e gjejë atë. Një demon tha: "Ta fshehim në thellësi të detit." Një tjetër tha: "Ta fshehim në skajet më të largëta të tokës." Shejtani ju përgjigj: "E gjitha kjo fshehje që thatë nuk zgjat më shumë se qindra vjet, sepse deri atëherë njeriu do të shpik avionin dhe në ndecet që të përshkojë kontinentet." Aty u ngrit e njëjta demone e shëmtuar dhe tha: "O shejtan, o zotërues i çdo të keqe, që njeriu të mos e gjej lumturinë, fshihe në një vend që nuk i shkon mendja, fshihe thellë në zemrën e tij. Ai do ta kërkojë lumturinë tek pasuria dhe nuk do ta gjejë. Do ta kërkojë tek fama dhe nuk do ta gjejë. Do ta kërkojë tek gjinia tjetër dhe nuk do ta gjejë, sepse lumturia është brenda tij dhe jo jashtë tij." Shejtani u përkul para kësaj demoneje dhe e veshi atë me prush zjarri si shpërblim për të. Që nga ajo kohë, njeriu ka qenë në kërkim të lumturisë kudo, përveç se në thellësitë dhe brendësinë e tij. Mësimi në këtë legjend është: ti je i vetmi person që e ndërton lumturinë tënde. Lumturia nuk jepet, ajo ndërtohet. Kënaqësia është lumturi. Dashuria është lumturi. Të japësh është lumturi. Miqësia është lumturi. Shëndeti është lumturi. E qeshura nga zemra është lumturi. Përfundimi, lumturia është një vendim të cilin e ke në dorë ti, o njeri.